Kush bën pa drejtësi, Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an se ky njeri do të marrë dënim të madh. Nudhiqhu adhaban kabira. Do t'i japim atij, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, pra na tregon një dënim të madh. Prandaj, ata të cilët zaptojnë tokën e dikujt, mundohen të bëjnë pa drejtësi, mundohen t'ja kenë me hile, të tjerëve le ta dinë se në ditën e gjykimit i pret një dënim i madh. Por duhet ta dinë se qysh në këtë botë ata që bëjnë pa drejtësi, zullumqtarët, i pret qysh në këtë botë dënimi. Kuptohet prej një porosie të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pra se pa drejtësia dhe shkputja e lidhjeve farafisnore, dënimi i tyre qysh në këtë botë, qysh në këtë dynja. Dhe kush zapton qoftë edhe një plëmb tokë, pra që s'është e tij, zapton tokën e huaj, ky njeri Zoti na rujt, po në ditën e gjykimit do t'i varet në qafë që pra qysh 7 shtresa tokës. Qysh tek toka e 7 do t'i varet në qafë, Allahu na rujt, do të zhytet në tokë, Zoti na rujt. Pra një plomb. Prandaj është e udhës robi me reflektu, me mendu ma gjatë. Padrejtësit janë errësirë. Kujdesni nga padrejtësia, thot profeti alayhis salam, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Dhe si mundet, si duam ne që ky vend, kjo shoqëri të lullzoj, ndërkohë që ka njerëz që enden në përdyert e gjykatave, ka njerëz që me vite, me dekada, nuk po fitojnë të drejtat e tyre. Si duam ne që të bëhet ky vend, ku ka njerëz që me anë të ligjeve favorizojnë disa njerëz për të bërë padrejtësi disa të tjerëve. Si duam ne që ky vend të ecë përpara, ndërkohë që akoma ka ligje të cilat vazhdojnë pra njerëz të përfitojnë e të marrin pasuri të ndryshme padrejtësisht. Si duam ne të ecim para, ndërkohë që akoma ekzistojnë këto ligje. Dhe nëse duam të ecim përpara, këto ligje duhet të zhbohen dhe e drejta të jepet atyre që u takon. Nëse duam që vendi ynë të ecë përpara, shoqëria jonë të jetë mirë, ne të jemi mirë, dhe në botën tjetër të jemi mirë, duhet pa tjetër që me ndryshu këto gjëra, duhet që pa tjetër me përmirësu. Zoti i gjithësisë urdhëron për drejtësi, dhe ne duhet me qenë të drejtë. Ne pa tjetër parimisht jemi kundër vjedhjes, pa tjetër që jemi kundër mashtrimit, zaptimit të tokës huaj, pa tjetër, kështu na mëson feja jonë. Por duhet vejme dhe diçka në dukje, se ka njerëz që në situatat e tilla mundohen të manipulojnë, manipulator, mashtrues. Del dikush për shembull dhe thot s'ka Zot, apo s'ka parti. Mirë, pra që të flas kundër partive, po kundër Zotit. Nëse dikush flet kundër fesë, feja e vërtet është e vërteta më e madhe. Zoti është ai që na urdhëron për drejtësi. Zoti është ai që na urdhëron për ruajtjen e nderit, për moralin. Zoti është ai që na urdhëron për mos me zaptu pasurinë e tjetrit, mos me i bë tjetrit pa drejtësi. E këta njerëz që thonë s'ka fe, e s'ka Zot, këta janë manipulator, mashtrues, duan të përfitojnë pra në situata të ndryshme. Prandaj muslimani nuk bëhet palë me ta, nuk i mbështet ata, sepse njerëz të tillë janë kundër Zotit. Ai që thotë s'ka fe të vërtet, ai është kundër Zotit, ai është kundër profetit, ai është kundër drejtësisë. Allahu na përmirësoft dhe Zoti ja rregulloft gjendjen tonë. Amin.